Kjo fotografi që po qarkullon në rrjet tregon ndërtesa shumëngjyrëshe në formën e një dallge që zgjatet mbi kodrat e Farkës. Për dikë mund të jetë një imazh urbanistik, në të vërtetë është metafora e një krize urbane, por edhe ekonomike. Kjo dallgë betoni nuk është vetëm sfidë për shijen, por për vetë idenë se çfarë është zhvillimi dhe çfarë duhet të jetë një qytet. Ndërtime të tilla masive, me kurba, gjoja artistike, ngjyra joshës edhe ndriçim dekorativ, duken si konvikte për fjetje, jo si hapësirë për jetesë të denjë. Ky lloj urbanizimi vjen nga bashkimi mungesës së vizionit shtetëror, babëzisë e investitorëve dhe atyre qytetarëve që vazhdojnë i blejnë, madje shtrenjtë shëmti të tilla. Këto ndërtime nuk përfaqësojnë as zhvillim të qëndrueshëm, as ndonjë strategji arkitektonike me ndikim pozitiv. Por problemi nuk është vetëm estetik. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.